ti hek mundësit për me investu në mirëqenien socioekonomike të qytetarëve. Ti hek mundësin për me investu në spitale, ti hek mundësin për me investu në infrastrukturë energjetike, sepse ti një farë forme, ose qëfar përfitimi ka Kosova me rritin me pagën e 13. Cili është përfitimi? Këtu doja dilje, për diskutuar me pagën e 13. Kemi kap që të mjetë financiare, kemi eksportu jashtë shtetit. Kur gjë tjetër? Kur s'përfiton këtu? Cili është impakti? A nuk është e mirë paga 13? Jo, ndëgjom, qytetarët e Kosovës nuk kanë nevojë për pagë 13. Kanë nevojë për me pas siguri juridike, siguri ekonomike dhe siguri shëndetësore. Këto janë bazat kryesore të një shtetit së drejtës. Nuk e kena na komoditetin që është padrejtësi. Pse është padrejtësi? Kush e mush buxhetin e shtetit? A je ti që e mush buxhetin e shtetit? Dhe pse ty me bë këtë diskriminim? Domethënë, nëse është gazetare, hipotetikisht për marr, për RTK-s, aja merr rrogën e 13. Nëse ti në sektorin privat, ti nuk takon rrogën. RTK nuk është përfshirë në pagën 13. Hipotetikisht për marr, okay, edhe në shërbysit civile në administratën e shtetit. Pse mi pas këtë diskriminime? Shteti i së drejtës është për me bën një ekuilibër të drejtës. Domethënë, kush kontribon në buxhet? Kush e formon buxhetin? Ka diskriminim sektori privat? Po ka diskriminim sepse ty po të shkel. Domethënë vetë shteti që ty me të mbrojt, me pru një farë ekuilibri, domethënë ty vetë shteti, sepse ti në farë forme ti nuk e pas mundësinë ose librezën e partisë për me hyrë në shtet të punës, dhe tash aja merr pagën e 13, por posa asaj ka një farë siguri, garancie dhe normat interesit më të ulta për shkak se punon në institucione shtetit, ti punon në sektorin privat, ti participon më shumë në buxhet shtetit, ti bashkë me kompaninë ku punon ti, dhe në fund ti diskriminosh. Atë pse ekziston shteti? Pse ti dush me pagu taksat? Cila është roli i taksa me pagu? Cila është me përfitu veç kush është të punu në sektor publika? No sense, ka politika që ndoshta mund të ndikojnë që në të ardhmen të ketë pak 13 edhe për sektorin privat? Po nuk ka, sepse politikat shtetërore, politikat qeveritare bojnë planifikime afat shkurtë, afat mesme dhe afat gjatë. Dhe tash kur bën ti planifikim, kur i ofron komoditetin të bizneseve që të kanë qarkullim më shumë, të kanë përfitime më shumë, të kanë profesionalizëm më shumë, i ban ma konkurent, ka shi konkurencës së Ballkanit Perëndimor, edhe bizneset janë të interesuar me marrë punëtor të mirë dhe javë rrit pagën javë ban edhe pagën e 13. Po ti e rregullon me rregullore ligjore, sepse ti bizneset aktualisht pi diskriminon. Me shikorosh rasti konkret me ligjin tavan. Cili shtet? Korea e Jugut e ka bënë që të ditë. Korea e Jugut, vetëm e Korea e Jugut. Pse këto venet e tjera? Pse është një gabim? Çështja e çmimit në tavan? Katastrofik, more.